Në ditën e dyerve të hapura që organizua sot në Gjimnazin Gjon Buzoko, ku nxënës e profesor të kësaj vatre arsimore organizuan edhe panairin shkencor me projekte inovative, ekspozita dhe prezantime kreative, ku bashkërisht profesorë, nxënës, prindër e nxënës të shkollave të tjera patën rastin të njihen nga afër me të arriturat e këtyre nxënësve. Sipas magjistres Gylaj Karangdiu, drejtorish e gjimnazit, sot jemi këtu duke parë sa më shumë përgatitje shkencore, letrare, ekspozita që kanë bërë nxënësit e shkollës tonë. Jemi shumë të kënaqur me këto arritje, u shpreh ajo. Përnder të ditës së shkollës, komplet java është java e aktiviteteve. Duke filluar prej tanës, kemi pas gara nga lënda e biologjisë, kimisë, kështu gara nga sporti, kurse sot në Gjimnazin Gjon Buzoko kemi eksperimentet nga lëndat kryesisht shkencore, po ashtu kemi edhe nga gjuha dhe letërsia, domethënë janë dyert e hapura. Promovimi i eksperimenteve nga shkenca. Na jemi shumë të kënaqur sepse sot ka pas diku minimum 150 eksperimente nga të 3 komunitetet dhe aty ku është zbatimi i teorisë në praktik jemi jashtëzakonisht lumtur. Ka pas vizitorë të shumë të prindërve. Kemi pasur vizitorë shumë nga shkollat fillore të mesme të ulta, sepse kemi bërë ftesën qysh nga java e kaluar dhe kanë ardhur vitet e nënta të vizitojnë hapësirat shkollore, kabinetet shkollore edhe eksperimentet të shohin. Kurse nxënës të gjimnazit Lejtore, Krajku dhe Endrit Azorllagjiu sot kanë folur për të gjitha aktivitetet të qindra sa ishin sot nga nxënës të gjimnazit. Shumë e kënaqur me organizimin që e kemi bën kryesia dhe drejtoria e shkollës. Domethënë e kemi bën në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës ku kemi pas rreth 150 eksperimente nga lëndët shkencore dhe nxënësat kanë punuar tepër mirë rreth shkencave më shumë, po kemi edhe lëndë nga gjuha shqipe dhe letërsia, gjeografia dhe lëndë shoqërore, domethënë. Ne jemi shumë të kënaqur, çdo vit kemi domethënë kësi eksperimente dhe I kemi pas dyert e hapura. Sa njerëz kanë ardhur me vizitu, sa keni qenë të kënaqur, sa keni marrë? Kemi pas shumë vizita, zakonisht për shkollave fillore të mesme të ulëta, sepse janë të interesuar shumica për në gjimnazin shkencor. Ne vlerësoj këtë shumë sepse për arsye se klasat do të thotë shkollat fillore kanë arsye pse të vinë në këtë gjimnaz, sepse është njëri ndër gjimnazet më me cilësi në të gjithë Prizrenin, por mund të them edhe në mbar Kosovën, sepse pas këtij gjimnazi shkojmë në një universitet të mbarku në prej ardhmja jonë. Gjimnazi vazhdon të mbetet një nga shkollat ku mësimi mbetet primar dhe arritjet arsimore janë prioritet parsor. Ndërto me prodhime vendore.